Rishabur! Rishabur! Ditën e 75 jemi me mira. 75 dit protest qytetare, 75 dit protest paqësore, 75 dit shëndres dhe rezistencë, 75 dit për t'i treguar këtij pushteti se ne nuk largohemi pa u larguar këta. 75 dit që ngjallën besimin se Shqipërinë e pa bërë mund ta bëjmë të bërë. 75 dit për t'i treguar kryeministrit ende në detyrë se ai dhe gjithë qeveria e tij duhet të dorëhiqen. Duhet të dorëhiqen sepse nuk e kanë përmbushur kontratën me popullin shqiptar. Dorëhiqen! Këtoja 75 ditët më të bukura në botë, të cilat e delegitimuan pushtetin e Edi Ramës. 75 ditë të cilat e kanë plakur Edi Ramën dhe kanë zjerë në pa fytyrën e tij të vërtet që është krimi dhe korrupsioni. Edhe sot, si çdo ditë tjetër, do japi protestën me himnin kombëtar. Gabriel.
75 ne vazhdojmë qëndresën dhe kërkojmë tërheqjen e Edi Ramës dhe qeverisë së tij në mënyrë që t'i hapet rruga një qeverie transitore 12 mujore e cila të bëj të mundur ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe ligjore të cilat do e shtërronin Shqipërinë në një demokraci reale dhe funksionale. Edhe sot, në ditën e 75, ne kuptojmë që jemi në rrugën e drejtë, kur ne vazhdojmë të shikojmë gjuhën e urrejtjes me të cilën qeveria, ministrat dhe kryeministri i drejtohen qytetarëve të tyre dhe protestuesve. Sa herë të vazhdoni të shikoni këtë klasë të vjetër politike, këtë qeveri të korruptuar, e cila mundohet të na intimidoj dhe të na sulmoj me që urrejtje, dijeni se jemi në rrugën e dur dhe nuk duhet të tërhiqemi. Për 13 vjet, pasi ju janë djegur të gjitha Olimpit, për 13 vjet, pasi ju janë djegur të gjitha kartat dhe makineria e propagandës, nuk po ju kryen më punë, qeveria e gjitha, sidomos në këto ditë të nxehta të Agushti, është hedhur në sulm dhe po shpërfaq arsenalin e saj të urrejtjes ndaj popullit shqiptar, kështu që ky është momenti ku duhet rezistojmë më shumë. Në këto moment, ata kanë si armën e tyre më të fort, gjuhën e urrejtjes, ndërsa ne kemi armën tonë më të fort, rezistencën. Arma jonë më e fort është qëndresa, ndërkohë që qeveria e cila është në ditët e saj të fundit të pushtet, ka sjedhur gjuhën e urrejtjes me shpresën e fundit se do mundet ta përçaj, por ne duhet i tregojmë me rezistencën tonë se gjuha e tyre intimiduese dhe urrejtja që ata po shpërndajnë, neve nuk na përçan. Edhe sot, në ditën e 75, gjithë kush që ka dëshirë dhe ka një mendim për të shprehur, është i lutet të afrohet, të presi në radhë duke respektuar njëri tjetrin dhe të marri mikrofonin për të shprehur mendimin e tij. Gjithashtu, keni parasysh se ajo që na ka përbashkuar dhe vazhdon të na mbajë të bashkuar për 75 ditë është kërkesa e parë e panegociueshme tërheqja e Edi Ramës dhe gjithë qeverisë së tij. Tërheqje!